Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmitimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme do të lidhemi me Greqinë, aty ku ndodhet një 25 vjeçar në kërkim të kontaktit me nënën e tij. Se kush është Andersoni dhe kush është historia e tij, ne do ta njohim vetëm pas pak, por fillimisht do prezantoj materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi në studio, jo vetëm me lidhjen e drejt për drejt me Greqinë me 25 vjeçarin, por në studio janë të ftuar specialistët tanë si për herë. Avokatja dhe psikologja do të flasin pikërisht për rrugën ligjore që duhet të ndjekë 25 vjeçari, por dhe për gjendjen e tij emocionale. Ndjekë materialin. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një djalë i cili prej vitesh përballet me një plagë të thellë familjare. Ai ka jetuar në Shqipëri me babain e tij duke u përpjekur të ndërtojë jetën. Në vitin 2015 nëna e tij u largua drejt Greqisë për të punuar fillimisht e përcjell nga bashorti, që prej asaj kohe marrëdhënia mes prindërve u shkatrua, ndërsa djali mbeti i pa informuar për të vërtetën. Me kalimin e viteve ai mësoi se nëna e tij kishte krijuar disa lidhje të tjera, ishte ndarë dhe rilidhur disa herë, duke lënë familjen në pasiguri dhe dhimbje. Së fundmi, vetëm pak javë më parë, ai zbuloi se nëna e tij ishte ndarë përfundimisht nga babai, ndërkohë që ishte përfshirë në një tjetër lidhje. Ndiqni rrëfimin. Rikthehemi në transmetim të drejt për drejt. Jemi mësuar që në gjithë këto vite transmetimi në emisionin Me Zemër të Hapur kanë folur pikërisht gratë dhe vajzat, të cilat kanë folur për emigracionin e bashortëve të tyre, duke menduar që ndarja midis tyre ka ardhur pikërisht për këtë shkak. Dhe në fakt, po të shikosh numrin e lartë të divorceve në Shqipëri, vendin e parë dhe arsyen e parë e zë mos konsumimi fizik i një martese, i një bashkëjetese dhe vajtja në emigracion i djemve dhe i burrave shqiptarë. Ndërkohë që në këtë studio nuk kanë munguar as rastet ku bashkëshortët kanë ndërkuar fillimisht në për vende të ndryshme për të punuar dhe të jetuar gratë e tyre, duke qenë se ato kanë pasur një mbështetje nga familjet e tyre dhe më pas të shkonin dhe të bashkoheshin bashkëshortët dhe fëmijët. Nuk ka ndodhur kështu në rastin konkret. Tashmë 25 vjeçari kërkon të rivendosi marrëdhëniet me nënën. Përse kjo e fundit ka shkëputur marrëdhënie me të birin, duke qenë se her pas here, për shkak edhe të largësisë që ajo kishte, duke lënë në moshën 10 vjeçare për të jetuar me babain, pse asnjëherë çifti nuk u bashkua në Greqi, her pas here nëna rikthehej në Shqipëri dhe më pas ajo vendosi të jetojë përgjithmonë në Greqi, duke mos u kthyer, por her pas here, edhe pse ka qenë e martuar me babain e Andersonit, ka pasur disa tradhti dhe është e vështirë ta përmendi një 25 vjeçar tradhtin e nënës dhe më në fund ai ka kuptuar përpara një muaji gjysmë që ajo jeton me një person, është martuar, por kanë qenë familjarët e saj, të cilët fillimisht e tërhoqën në Greqi, të cilët kanë luajtur një rol jo vetëm për ta martuar, duke ditur që her pas here ka tradhtuar babain e 25 vjeçarit, por njëkohësisht ata kanë ndikuar që mos kenë marrëdhënie me të birin. Të paktën ky është versioni 25 vjeçarit me të cilin do lidhem në këto momente. Fillimisht prezantoj Sara Demrozin, avokatën tonë. Përshëndetje Sara, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Në krahun tënd është Eksena Qirici, psikologja jonë e përhershme. Përshëndetje Eksen, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit. Lidhemi drejt për së drejti me Andersonin në Greqi. Anderson, përshëndetje. Përshëndetje Krejme, përshëndetje Anqile. Në radhë të parë falenderoj që historinë tënde do ta ndash në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, një histori komplekse, një djalë 25 vjeçar që kërkon të rivendosi marrëdhëniet me nënën e tij. Përpara se dalim tek marrëdhënia jote aktuale me nënën, akuzat e rënda që ti delegon jo vetëm për nënën tënde, por dhe për familjarët e saj, të cilët vite më parë, 15 vite më parë, kur ti ishe vetëm 10 vjeç, e tërhoqën në Greqi me premtimin që ti të qëndroje me babain në Shqipëri dhe më pas ndoshta mund t'i bashkoheshit asaj në Greqi. Çfarë ka ndodhur vite më parë? Çfarë mban mend ti nga fëmijëria jote? Fëmijëria ime është rritur pak me probleme. Më ka bërë pak kjo problemat që janë dalë prindrit me tradhtira me këto si e thatë edhe vetë si gazetare. Ta shumë bukur. Unë jam shkatëruar pak si psikologjikisht, me thënë si psikologjika, nga për çdo gjë, por jo nga ana financiare, po nga ana psikologjika, edhe unë po e kërkoj mëmën me këtë rast që nuk e dua por interes
për lek apo e kërkoj se ka mama në ratë dytë, ka burra që janë 40 vjeç e kërkojnë maman e tyre që kanë 10-15 vite nuk e kanë parë me syrin e tyre. Nuk është tu përkërkosh mama ose baban tënd. Por ku ka ardhur këtu mamaja ime, është martuar me një person që ka pu letrat në Shqipëri, këtu në Greqi, e ka lënë për gjysëm. Edhe këto kohë e fundit, domethënë, dje, na morën telefon, na kërcënuaj, domethënë, buri tezës time, domethënë, buri i modës mamas time që jeton Kallamat, pas me këtë burin me të vetë. Edhe unë kam qenë bashkë me bashkëtuesin e mamas time që është këtu ku jam unë sot në Greqi. Që ashtu si bëri me babain tim mamaja që erdhi në Greqi, ashtu bëri që u lidh me këtë personin, një të soj si bëri me babain tim bëri dhe me këtë personin. Pra, për ta kuptuar Anderson, ti ke qenë dje me një ish bashkëtues të nënës tënde, apo jo? Apo me bashkëtuesin aktual? Me bashkëtuesin aktual, po. Me bashkëtuesin aktual. Pra, do të thotë që nëna jote, siç ka tradhuar baban tënd, se shumë e rënd ta thuash ti që je djali i saj, ka vepruar edhe me bashkëtuesin. Faktet unë ne jana çuna që themi të vërtetë, nuk jana çuna të bëjmë, nuk na intereson edhe askush, vetëm na intereson vetëm realiteti, kaq. Anderson, për ta kuptuar, mos në sekond, edhe 10 burra deri tani. Ti numërosh, është turpi i botës. Anderson. Me emra nuk dua ti përmend, e kupton, se janë të martuar sot me familje, më the thashë ti veti. Mirë, atëherë, Anderson, për ta kuptuar më qartë historinë, si e mban mend ti fëmirin tënde, si ka qenë marrëdhënia e babait tënd dhe nënës tënde? Pse nëna jote në vitin 2015 është larguar drejt Greqisë? Për ta kuptuar më qartë historinë. Pastaj dalim tek marrëdhënia aktuale e jotja me nënën. Në vitin 2015 mamaja më kërkonte punë. Po. Baba im kishte vëllezër, motra aktori ka këtu në Greqi. Po. Edhe mori vëllain e tij në telefon baba im edhe i tha që dua një gazetë, nga ato që kanë gazeta që kemi në Shqipëri Panorama, më të tash, të sporteve, ka në Greqi. Po. E dua një gazetë, një listë pune i tha që të gjej një punë për gruan time se do punë. Ti ka ndea. Po. Gjati po ato, mi foli babai se babai më ka jetuar këtu vite shumë vite, 25-30 vjet në Greqi, më para, shumë vete. Edhe foli greqisht me atë personin të zyrës, se i tha, kështu kam i gruan, i tha, dhe kështu. Edhe puna është me të majtu plaka, si bëjnë çdo gratë në Shqipëri, çdo. Kujdestare të moshuarve, po. Edhe i gjeti babai punë iku, vinte shpesh pasqere 1 muaj, 2 muaj, një kash vinte. Deri në këto momente, Anderson, ti ke shëndetshme apo grindeshin? Çfarë mban mend ti? Domethënë, unë mbaj mend që babai nuk kishte fare grindje, fare me maman time. Nuk i bënte asnjë gjë. Në asnjë gjë. Thjesht mamaja ime kishte një dabia shumë të keq. Që mamaja ime e ka zërin pak shumë të lartë. Po. Më kupton? E ka pak shumë zërin të lartë. Edhe babai ku vinte në shtëpi, kjo portiste akoma pa hyrë brenda shtëpi, i bënte sherr babait tim. Unë kam babain, domethënë e kam pak të urtë, domethënë shumë të urtë, nuk bën shere, asnjë gjë. Edhe kohët e fundit fillonte të pinte nga mërzia mamas time, kupton? Qartë. Nga mërzia, nga problemet nga ardhe, pinte shumë. A kishit ju probleme? Po. A kishit probleme ekonomike që nëna kërkoi punë në Greqi? Nuk ishin tamam, asnjë lloj problemi, duheshin të tërë mirë, asnjë lloj problemi s'kishim. Martesa e tyre ka qenë martesë me ishin në rregull, e kupton? Po, martesa e tyre ka qenë me dashuri, me mbledhëri, na trego pak për martesën e tyre, çfarë di ti? Si ka qenë njoja e tyre në fillimet? Njoja ka qenë që janë njohur vetë me njëri tjetrin. Janë njohur me dashuri? Po, me dashuri, po. Në një moshë të pjekur apo ishte një vendim? Po, babai ato herë nuk ma mund shumë vitin, tamam, kur është kthyer këtu në Shqipëri që më lindi mua, është martuar 32-33 vjeç ka qenë babai im në ato kohë. Ka qenë. Për ta kuptuar, babai foli me zyrën në Greqi, foli greqisht me to dhe nëna shkoi për të filluar punë. Si e lat marrëveshjen e babait që punonte në Shqipëri dhe nënës që kërkonte punë në Greqi? Ju do t'i bashkoheshit nënës apo nëna do punonte me periudha dhe do kthehej në Shqipëri? Kjo e fundit. Kjo e fundit që nëna do punonte disa periudha dhe do kthehej në Shqipëri. Bravo.
Por ajo kthehej her pas here në fillimet e veta, disa vitet e para, por çfarë do bëj? Më kuptova, më fal? Pra, në atë kohë ti ishe vetëm 10 vjeç. Me ty çfarë do bëj? Se ti atë babaj, ti çfarë bëre në atë kohë? Unë asë gjë më lanë vetëm, e kupton, babaj s'ishte pak mundësi, mamaja andeja, unë veja ku veja, punoja qa punoja, një pun, një pa punë, jetoja vetëm e shpi më një me qira, vedi moment që me këto probleme çdo have thoni bankurisë, mikurisë fëmija, edhe unë atëherë jam bërë momente nga naturi psikologjika, jashtë jetën, ka kalon një dramë shumë të madhe, që ti je i vogël e na ka mësuar jeta të bëhemi pura para kohë, më kupton? Qartë. E qartë. Gjithsesi, ju folët që babai kishte të afërmit e tij në Greqi. Apo jo? Po. Si ishte marrëdhënia e nënës tënde me të afërmit e babait? Me ta babai tim nuk kishte fare, nuk i donte, shante brez bas brez di fsheva, i shante pi bënte cop. Po familjarët e saj gjendeshin në Greqi? Po, në Greqi, po, këte nga Greku tënë. Kur thua vitet e para nëna her pas here vinte në Shqipëri, kthehej, si ishte marrëdhënia me babain, më e ftohtë? Nuk kishte iku këteja, nuk kishte kontakte mirë, unë nuk kuptoja, ishe e vogël babai tim. E kuptoj, nuk kishte kontakte fare. Anderson, kur i ke shkëputur marrëdhëniet përfundimisht me nënën tënde? Vajta maksimumin për vete për një muaj e paka, një muaj gjysmë të shka e ti, s'uk ma mënd. Por përpara këtij një muaji gjysmë që më sa duket do jetë një vendim i nënës tënde, sepse ti je i rritur. Ti fole për tradhti bashkëtorë që është shumë e rëndë kur e përmend fëmia për nënën. Më fal një sekondë, se të dërgoj muhabetit e mbaj mend. Unë nuk e kërkoj mëmën, unë e di që jam 25 vjeç, nuk ka nevojë të jam marrë opinionin e botës. E di vetë unë. Unë thjesht e kërkoj si mama, nuk e kërkoj të më ndihmoj. I kam dalë Zoti vetes në çdo aspekt që i vogël, nuk e kam pat maman. E o të ndo më dimoj tani mamaja që jam 25 vjetë, nuk ja dua dimën, ja dua dimën si nën, nuk ja dua dimën se unë e kërkoj, po të mbajtu mua, kërkoj si nën. Të di se qa bën, të më takojmë një në kaq, e dua. Nuk e dua për diçka më shumë tjetër. As për interes, as për lek, as për një gjë. E dua thjesht, e ka mama kaq. E ka mama time dhe maman time nuk ka as shans të më thot njeri mos çadri maman time. Kuptoj dhe absolutisht. Ka shans njeri të më thot mua, si babaj, si maman. Absolutisht ke shumë të drejtë dhe mënyra se ti e artikulon këtë të jep plotësisht të drejtë. Kur ti ja ke dalë mban që nga mosha 10 vjeçare dhe nuk ke nevojë fare nga ana financiare, por nevoja dhe kontakti yt është emocional që ti ke nevojë për nënën tënde edhe pse je 25 vjeç. Çfarë ndodhi në bisedën e fundit përpara një muaji gjysmë midis teje dhe nënës tënde? Çfarë ka ndodhur? Ajo tani gjë tani Nila. Më falë se të ka të dhe emrin se... S'ka problem, Anila është krye redaktorja, njësoj jemi. Unë jam e visi, nuk ka problem fare. Jemi njësoj, pa problem. Kjo punon dhe këteja, me kalimin e kohës unë erdha në Greqi në vitin 2020-2021 diçka e tillë. Erdha në Greqi. Erdha në Greqi për punë, për një të më të mirë. Dhe babaj, edhe ku kam qenë i vogël, babaj më thoshte vetë, nuk është Shqipëria për ty keshe babi. Më ndonte vetë babi mua ti kja në Greqi. Jo sepse nuk më do si djalë, më do si djalë, thjesht nuk ket ardhurak, nuk ket ardhur, më kupton. Po. Edhe ëndra ime që edhe vetë Greqia, për një jetë më të mirë kemi ardhur, jo vetëm mu, po krejt ata shqiptarët. Kudo që janë anë banë për botë. E rrujtë Zoti, nuk kam asnjë gjë me shqiptarët. Vajta në Greqi 2021, nuk e di çfarë ka qenë, dhjetor, shtator, diçka e tillë, a 2020, nuk ma mend, të them të vërtetë mos të gënjej, as vetëm time, as ju. Erdha këtu gjeta shtëpi me qira, edhe gjeta punë më thetë tash. Edhe më vonë pas tanaj, takova maman time, më vonë, me mora vesh ku ishte, ku rinde, ku bënde, tha me vete, do jetojnë bashkë, e kupton. Unë shpi me qira, mamaja ishte të puna, mamaja ime punon të puna, të plaka, marrë nga ato plakat, edhe ma lekun të thata, edhe më gën një pirje faras nga këto tëra. Edhe unë jetoj me shpi me qira, e kupton, edhe nuk di janë gjonë më shumë tutje. Edhe... Anderson, ja propozove mamas, Anderson, ja propozove mamas që të dilte nga zonja e moshuar dhe të jetonte me ty? Apo ashtu ishte kontrata e saj? Të jetonte me mua, nuk donte kur të jetonte me mua një, edhe nuk donte kur të bënte punë tamam, donte punë të rinde 24 orë brenda.
Pra në një farë mënyre të ka refuzuar të jetonte me ty. Po. Ajo donte të jetonte vetëm në zonjën e moshuar, të jetonte në shtëpinë e saj dhe parat të ardhurat i kishte para të fata. Punonte, edhe parat i mitet të në gjep, punonte. Për shumë nëse mund të dishte plaka, vinte te zyra i thoshte, do një punë tjetër, nuk kupton. Këtë punë ka bërë nëna jote prej 10 vitesh, Anderson? Këtë punë ka bërë nëna juaj? Që nga fillimi? Po. Atëherë, se ti fole dhe është shumë e rëndë, kur dëgjohet nga goja një djali sidomos, kur flet për nënën, për tradhtit bashkërtore. Ju si keni mësuar këto tradhtit bashkërtore, kur ti thua që nënën ka jetuar 24 orë në 7 ditë me një të moshuar. Pra, ku konsiston tradhtia bashkërtore e nënës tënde? Si mësove ti këto gjëra? Sepse babai im ishte në Shqipëri, unë ika për jetë më të mirë, kisha planë të mira dhe babai në Greqi, në fillim fare kam qenë në Athinë. Në Athinë i zbita poshtë, po nga Janina, për punë. Edhe aty pasi takoj nënën, lidhe me telefonata me këto jam këtu, lidhe me nënën. Unë shkoja nënën shpesh me një tip. Nuk e dija fare kush ishte, qa bënë qysh kush ishte, me kalimin e kohës kuptova diçka. Unë e kuptova. Unë e kam kuptoj që në Shqipëri, unë e babajin tim, paga shumë që nuk ishim shumë të sigurt. E kupton? Dhe kjo ju duket një tradhti nga ana e nënës tuaj, që edhe babai që erdhi në Greqi, ajo nuk jetoi me babain, por as me të birin që jeni ju. Babai im nuk erdhi, nga ardhën fare në Greqi. Babai im ishte në Shqipëri, unë erdha në Greqi, erdha për jetën time, për jetë më të mirë. Qartë. E kishte propozuar kohët e fundit babai që ajo të rikthehej mbas 10 vitesh që mund të kishe bërë. Nuk kishte kontakte fare, nuk kemi të fare në telefon fare prerda. Domethënë, ndaj nga babai im sot, edhe njerëzit të ikin në Greqi dhe pas një muaj, pa vajt akoma një muaj të lidhe me tjetrin. Edhe mua, unë që mora vesh këtë fjalë, në vend ta marr vesh nga mamaja ime, ta marr vesh nga tjetrin, më thot bashkëtuesi mama se mamaja nuk do tregon ti thatë, po ta them unë të vërtetë. Unë i them mamas, ai kishte thënë, dërgoj djalin, dërgoj burrit olla, se do ai. Unë nuk e të dua ti kishte thënë, po sundave nga burri dhe si të marrë ty tu. Do të martohem me ty çande. Ky person është shtetas. Po. Ky person është shtetas shqiptar apo grek? Shqiptar. Ndërkohë që aktualisht ne flasim, Anderson. Anderson, më kupton? Po, më fal, me kë flet? Atëherë, Anderson, jam e visi, të lutem, nëna ju është e martuar me babain aktualisht, ka forcë në gjë. Vjet para një viti, do me thënë u da nga babain. Edhe hapi letra të bashkoheshe me këtë bashkëtuesin që mori tani tjetër, që ka këtu që bënde qelebrimin. Me këtë person nëna juaj? Me këtë person ka 6 vite, 7 vite. Ndërkohë që vetëm përpara një viti ka bërë divorcin me të. Na jeton me të, si tek e moshuara. Jo, nuk jeton, iku, mbylli telefonat, jetonte me ato, me jetonte kash vite, më kupton, i kërkonte marrëdhënie me time, më këtë të thash. Po nuk, do me thënë, punonte prapë, një të gjë, si ndonë me mua, ndonë me maman time. Punonte në përplaka, më të tash. Po, tani, në tele... Vinte lartë poshtë. Pastaj, si u shkoputa unë tani me maman time, që mamaja ime mua, më shkoput me mua, si tani, u shkoput me atë personin. Qartë. Nuk kam më kontakte fare me këtë bashkëtuesi, as me mua, as me atë. E kuptoj. Nuk kupton as me babain tim, as njëri. Babai mu da. Po me babain tënd? Po, e vërtet. Unë shikoj që ti ke një person afër se i dëgjoj zërin her pas here, ndoshta mund të bashkëtuesi nënës, ju jeni bërë bashkë, që nëna... Po, ai person një është dhe dua ka të shiq të flas me juve. Mirë, atëherë, derisa edhe personi tjetër ti dëgjohet zëri në këtë transmetim të drejt për drejt për të folur të vërtetën se ju jeni bërë bashkë, mua më vjen keq se si një djalë 25 vjeçar ka humbur kontaktet, por pse i ka humbur kontaktet? Dhe çfarë roli ka familja e saj, familjarët e saj, motrat e saj në gjithë këtë histori? Ne do flasim vetëm pas pak mbas një shkëputje të shkurtër. Po. Fal. Po. Nga babai im ta marrin vesh ta dhe publiki prej, nuk e di sa vetë ana deki në një live drejt për drejt, e ka ndarë motra e saj nga babai im, edhe i thon, edhe nga djalin lere në mes të rrugës i thon,
Edhe djali tani e morën vesh, unë erdha në Greqi, me lekët e mia, çdo gjë të bëja letra, dokumentat, më the të thash, edhe ato morin naf, se unë të bëj dokumentat edhe morën lajmin mamaja, morin telefon, do bëj dokumentat ti, nuk do bëj me lekët e mia. E qartë. Edhe nga ky personi lidhi, lidhi do me thënë motra mamas time e lidhi me këtë zotnin këtu që është me mua tani lajt e drejt. Këtu afër me mua, e lidhi, i kishte thënë që kam një shoqe, nuk kishte thënë që kam motrën, e lidhi, pa ajo nuk e dinte që burin kishte një punë e klani djalë, si mund ta bëj motra të punë? Si mund ta bëj motra të punë ta lidhi me një tjetër direkt? Edhe tyta, si e lidhi e ndajti, e ndau prap me këtë. Qartë. Edhe shante, po shumë me këtë, i këpuste 5-1, e shante, i kërcënonte. E kuptoj. Anderson, duhet të dalë në një hapësirë publicitare, vetëm të lutem, ti e fëmijë vetëm, ke motra ose vëllezër? Jo, unë jam. Vetëm ti je. Dhe është absolutisht e papranueshme që zonja të shkëpusi marrëdhëniet pikërisht me të birin. Ajo mund të sqaroj se ti je 25 vjeç, gjithçka që ajo dëshiron, ajo është në një moshë madhore dhe i merr vetë vendimet e tua. Publicitet dhe rikthehemi një herë në studio. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e dytë të emisionit Me zemër të hapur, është një nga emisionet shumë të vështira, ku një 25 vjeçar i cili jeton në Greqi, ka shkuar atje për një jetë më të mirë, është 25 vjeç, punon vetë, do bëj dokumentat në shtetin grek, por prej 10 vitesh nëna e tij jeton në Greqi, duke lënë 10 vjeç me babain, është e vështirë për të kuptuar një 25 vjeçar, absolutisht dakord me çdo mendim që ai ka dhënë në studion e emisionit Me zemër të hapur, ngarkuar emocionalisht, duhet thënë që nëna ime ka tradhtuar disa herë babain tim deri përpara një viti, edhe pse kishte 6 vite bashkëjetesë me një person të cilin e ka shumë pranë aktualisht, dhe më në fund kjo zonjë është larguar edhe nga kjo bashkëjetesë, vetëm përpara një viti ka bërë divorcin me babain tim. Unë shkova për të jetuar me nënën, ajo nuk ka pranuar të jetojë me mua, ajo jeton me një zonjë të moshuar për shkak të punës 24 orë në shtat, siç ndodh në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, dhe jo vetëm që kujdestaret e të moshuarve jetojnë në të njëjtën banesë me to, por ndërkohë pamja e bashkëtuesit të nënës nuk do dali në këto momente. Lidhemi me Greqin ku ndodhet Andersoni për të përshëndetur zotrin dhe zërin e cilit do ta dëgjojmë në këto momente. Zotri, përshëndetje. Përshëndetje. Në radhë parë unë të falenderoj që pranove që zëri Andersonit t'i bashkojë edhe zëri juaj. Prej sa vitesh e njohur ti dhe nëna Andersonit? Urdhon? Prej sa vitesh je njohur ti dhe nëna e Andersonit, sa kohë keni jetuar bashkë, dhe si jeni njohur? 6-7 vjet. Si jeni njohur juve? Unë merrem me tregtiri frutaperime këtu në Greqi. Po? I rregull me licencë me tëra këtu me pa probleme. Ambulant. Dhe unë shkoj në fshatra. Në fshatin që shkova, në një fshat që ishte motra e saj, mbante pletje atje. Po? Aty ram mua bet që unë isha i lirë, se jam i divorcuar. Po? Dhe më thotë, do të gjej unë një njeri, më thotë kjo motra nënës Andersonit, bashkëtuesja time. Po? Jo bashkëtuesja, më thotë motra e saj. Po? Do të gjej unë një njeri. Pas sa ditësh, si bëm këtë kontakt me motrën, më merr në telefon bashkëtuesja. Po? Dhe thotë unë jam një shoqja filankës që ke biseduar për lidhje martesore, për këtë. Dhe unë kam pranuar të njifesha nga afër. Po? Nuk të njoj, thash, në telefon nuk njifen njerëzit, Po? se nuk jam i vogël nga mosha dhe Po? i divorcuar dhe unë prej 11 vjetës. Dhe i them të takojmë në afër. Po? U takojmë nga afër, i thash njofja nuk bëhet kaq shpejt, me një takim, me një kafe, me një pëqu, se unë kam rënë Afriku, i themi neve. Nuk bëhet që ka prapë se një lidhje tjetër dhe dështimi kësaj martese tjetër të dytë, i them, mua do më propos. Se djetë se sa e rëndë është një divorc. Po? Sidomos kur kete fëmijë dhe bëjë. Po? Nga këtej, erë pas ere, nuk shkëputi kontaktin, lisëm në telefon, vinja atje ku punon të unë, i thatë zotë të shpis, po që unë jam darë me burin,
Dhe bashkëjetoj me këtë kam burë. Po. Dhe unë e kam pranuar këtë gjë, mos them që... Dhe pas ere i thosha, jo, ajde më thosh mua të bashkëjetoj, më thosh, le ta kem cilibrim me burën e parë, jo, kjo nuk bëhet, i thash unë. Ti nes pas nesër i thash, më thua, jo se tani ka lidhje cilibrimi, po si kur mblidhe familja kur bet me letra. Dhe ajo s'ke ndarë prapë me burën e parë, se kemi dëgjuar dhe kemi parë plot raste të tilla, për shembull që ka nikur për momentin me i burë tjetër dhe pastaj janë kthyer në burë i parë që kanë me cilibrim. Po. Bile janë ndarë dhe me cilibrim edhe kur ka puna janë cilibruar prapë me... Po, janë ribashkuar, e vërtet. Po. Po. Dhe unë kisha frikë për këtë gjë se nuk doja të më ndodhte siç më ndodhi me ishin e parë. Dhe i kërkova ti i thash, nëse e ke shkëputur, nuk të ndaj unë, i thash. Se ai gjynasi puna time, i thash, nëse ti nuk ke probleme me të, i thash, edhe këtë edhe le, i thash. Nuk të ndaj unë nga buri parë, i thash. Unë nuk bëjmë shkaktar, i thash, të ndaj, se sigur të më futet dikush në mes mua, i thash, jem unë me familje, e të ndaj mua, i thash. Prandaj, i thash, juhet duhet të gjeni një rrugëzgjidhje, i thash, me burin, i thash, që të vazhdojmë të jetojmë bashkë, i thash. Jo të bashkëtojmë, po të jetojmë. Po. Sot nes, arë mullë të këmbë, jo, kështu, ashtu, arriti pas ndajt, u shkëputa ajo puna që i vdikja e plaka, edhe ngeli për punë të tjera kështu dhe e vendosi, do më thënë se unë mullja këmbë që nuk do bëjmë martes ligjore, pa u shkëputur me atë, se si ta bëjmë martes ligjore, unë kraj që me cilibrim me bërë tjetër. Po, absolutisht shumë e drejtë, po. Gjatë kësaj kohë, unë kam bashkëtuar me të, them drejtën, kemi bashkëtuar. Dilte kur kishte pushim çdo mbas dite ose ditë që kishte pushim e linde pronari që punonte atje, dilim bashk, vinim në për dyqane, në për shkapshua, në tek, por dhe në shtëpi djalin që kishte kjo. Me djalin u njohëm shumë mirë, ndihmova për punë, pavarësisht ilegalisht, jo legal, djali, se s'kishte dokumenta. Filluam të ashtu, shtëpinë me qira e mora unë në emër tim, se këta duhet kesh këtu dokumentat që të nash i shtëpi me qira, njën tjetër. E mora unë, në emër tim, tëra detyrimet ato, dhe kjo, gjatë kësaj kohë, ka patur ashtu me djanë, se i kam thënë dhe unë. Në një divorce unë ndjej vetë, se kam dhe unë vetë fëmijë, dhe në një divorce fëmija të son dramë, të rëndë. E vërtet. Unë nuk jam moshe vogël, jam njeri pjekur dhe nuk dua të mbur veten të them që unë kam mësuar shumë nga jeta, nga problemet që kam pasur dhe prandaj që pare që ndërhyjen ca gjëra se djali është shumë i dramatizuar se po kaloj tem tjetër, se ai është rritur pa nënë që në mosh minore, domethënë edhe bile ja kam thënë nënës pse se morë djalin me vete kur ike. E që marë, se këtu ka dhe familje që janë divorcuar dhe kanë patur fëmijë të vegjël dhe i kanë marrë, kanë bajtur atje kur rinë. Ose si që mori, ta kishte afër këtu, ti pak në një vitesh do ditë. Kalojmë atje ku ishim se... Dhe me kalimin e kohës, djali punonte, er pas ere si që me në punë, ne vazhdonim jetën tamam. Bashkë, do me thënë, bashkëtes. Po. Në kohë që i kërkova unë me mbullje të bëjmë cilibrimin të shkëputesh nga i në qoftë se ti e ke vendosur prapi, thash, pa lënduar as ish burin tënd, as ty. Po e ke vendosur, bëj shkëputje dhe kështu e bëri. Vuri një avukat të ndja, se s'vile do vetë këte. Vuri një avukat, njeri më sajë nuk e të vuri. Po e sërë lasë në atë, si përfundim e morë divorcin, vajti dhe atje, morë divorcin, i vonuan vendimin, me gjithë atë s'kishtë problem, se kur letë vonoj vendimi, ato bëheshin pasaj ato formalitetet. Dhe në shtator, në 10 shtator të mos gënjej, kemi shpallur martes. Ajo në gjendje civile të saj, në gjendje civile time, zua të identifikoj se ku qështet. Kemi shpallur martes. Dhe pas 10 ditësh në thanë, duhet të vini këtu të firmosi që të bëhet martesa tamam. Gjatë saj kohë, kjo,
edhe më përpara, po janë se kohë tani që ashtu, që do bënin cilibrim në ato, ishte dakord, po prapë si me pishmallët, se shikoja që nuk e di, kishte diçka tjetër që ishte futur, njëri tjetër që ishte futur në këmbesa, nuk e di dhe për mua ajo mendonte, domethënë që të bënte dokumenta se unë jam me shtetësi dhe kom si greke. Po. Dhe donte më shumë për përfitime, me sa kuptova unë. Domethënë ishte ezauruar ajo, domethënë martesa që një martesë e rregull, një lidhje e përjetshme, si thonë. Po, po. Po e shikoja si një, se jam, për vetën time, nuk të them se jam i zgjuar për ashtu, po e kuptoja, se kuptohet njeriu. Po. Se si ishte ere parë, domethënë, dhe i them më vonë, ato ditë donte, më vonë i thash kështu, pa mbushur ditët që 10 ditë që i do bëj cilibrimin. Po. I thash, dëgjoj, nuk dua shakara, i thash, nuk bëj më, i thash, kam bërë se unë, i thash, po më ndodhi një divorc i dytë, i thash, unë vras veten, i thash, jo ty, i thash, asnjë tjetër, po do vras veten time, i thash. Që bie kaq poshtë, i thash, që të më ndodhin këto gjëra prapë, i thash. Se një divorc të shkatërron nga ana psikologjike, nga ana ekonomike, nga shumë gjëra, opinione, më the thash. Qartë. Shumë gjëra. Dhe i thash, do ta vendosësh mirë, i thash, që të bëjmë cilibrimin, i thash. Nuk të vazhdojmë pastaj të vëmë gjyqeve, i thash, hapen name njëra tjetër ashtu. Po mirë, më thonë, po mirë. Pastaj më vonë, më thosh mua, kaluam qena 10 shtatori, kaluam goxha kohë. Hajde vëmë bëjmë cilibrim, edhe ashtu djalit e kam thënë, se djalit nuk i tregonte për lidhjen tonë. Si kishte treguar me kohë, dhe që para 6-7 vitesh nuk i tregonte djalit. I kisha thënë sa herë dhe jo se kisha për dhafe, po i thosha pse si tregon djalit? Jo mos i trego. Po qysh mos i tregoj? Djali ka baba. Është si një, më fal të them një kështu. Që kur vdes njeri, tani ta thonë, po që mos i thoshi që është mur rëndë, kjo kështu e ashtu. Pse të mos ja tregosh tjetër? Të thot doktori ke këtë problem. Je i smurë me të smundje, ja thot vetë personit. Edhe ajo, djali që i rritur, që i vogël. Po. E ti thoshte djali që, po, unë me këtë person, djali kuptonte çdo gjë, unë e di, e psikologjisht e djali, po dhe djali e shikoja që kuptonte çdo gjë që bashkëtoja unë me mamën e tij. Qartë. Dhe nuk tregonte, i kisha thënë sa herë, thuaj, sa arrita, domun tani që bëm shpalljen e martesës, i kam thënë sytë djalit, i ke thënë djalit, po i kam thënë më gënjete mua. Dhe unë në sytë djalit, po i ke thënë, i thash unë, ajo që është, i thash djalit, ti e di që ne kemi bërë shpallje martesë, i thash? Bashkë, i thash? Më thosh djali, nuk ti gjë më tha mua, dhe gjeti si këshu djali. I thash, çfarë më ke mua ti, thuaj djali tani shpytimi, i thash, se më ke kënjër të tani? Purë, më tha mua. Djali të ndikokën këshu edhe u prek shumë. U prek se i erdi si bomba mua, nuk e se... Ka fëmija e shiritur, njëra tjetër, do të mbaj lidhjen mama me baba me zorë, do t'i doj dy prindë si shpoj do. E to. Ju prej sa kohësh, po? Po i thosha prap, dhe se kjo e shikojnë që u fto me mua, dhe bisedonte në telefona, nuk e di me kë bisedot. Bisedot, sa arriti, i vdihja e plaka që kishte, kishte edhe ca probleme në përpleq që nuk dua t'i përfill këtu, kudo që vinte në çdo familje njëra tjetër. Nuk dua t'i përmend në emision se jam shumë i rezervuar shumë për. Pra, kishte probleme edhe në vendin e punës ku punonte, që mund ta kuptojmë shumë mirë se çfarë. Mos folti po flasun tani. Okej, e kuptuam. Kishte probleme, ato do t'i zgjidhë në mënyrë ligjore unë dhe të tëra gjërat. Qartë. Edhe po edhe me mua. Qartë. Para data nuk e di se mbajmë 11 nëntor ka qenë. Më tha mua ishte pa punë se i vdeku plaka që kishte. Po. Edhe më tha mua do veten që kene motra, tha. Po. Keni të motrën këtu, që ka këtu. I shoqi saj është çoban në stan aty. Edhe motra s'dua ta them emrin e motrës. Po. Biseduash ti. Dhe më thot mua ku vajte i thash unë, i kanë motrën, më thosh. E mirë, nese, mora në telefon prapë unë, e jam këtu në motrën, do vi unë aty, i thash të marrë të dalim të shesim fotoperimet. Po? Kjo nuk të thonë, jo mos hajde, jo këshu, ashtu, unë vetë për që për vonesë, se dje se shdo pënde. Po?
kjo ki shikur atje. Gjej punatin e saj, burin e motrës atje. Po. I them, ku është filanga? Ka ikur më thamë, ku vajti për një punë këtu. I pje telefonin, unë s'ma hapte telefonin. Vi i them djalit në shtëpi të tia, se djali ishte shtëpi vete. I them, tu, shpëna, i them, unë, digje ti për mamarë? Po dhe unë s'digje, më tha mua. Bile, djali kishte bërë gati, mund të thotë vetaj, 3.000 euro për dokumenta, për të gjithë dokumenta me avokat me këto, me pronar me këto, që bëjnë tani, me vizë puna. Dhe, si s'to djali tani që ja kështë marrë këto 3.000 euro, mirë po, edhe një problem tim financiar, që pa djenin time, kështë vënë dorë dhe në financat e mija, edhe kështë shikur në Kalamat, kështë vajtur në kështë një të motër në ati. Marë telefon, jo e morën vesh, nga e motra që kështë e këtu, e morën vesh djali që ishte atje. Ja të reguan me kalim në posë, se në fillim i thoshin që mamaja është këtu një anime, punon këtu, atje, glinjeni dhe djalin. Edhe djali duke hapte telefon fillimisht, kur i kërë në parë. Po, i thoshte, nuk e di ku jam, nuk e di ku bëj, nuk ashtu, nuk e shu, edhe ja tani arrit marrë unë, por kishë vetë mes natës se që larkë rruga, është më larkë nga Atina Kalamata. Aty pas një dite atë dy, komunikoj me djali dhe i thot djali, janë gati dokumentat, i thot, dhe ishe vërtet, për të bërë, i thot, për mua, i thot. Ti qaku duash, bëjtë që duash, i thot, po duhet të vish, i thot, se unë s'kam njeri, i thot, të besuar, i thot, është bashkëjetuesi tënë të tu, i thot, po unë të dua dhe ty këtu, i thot, komunikoj me letrat, i thot, që të vesh të Shqipëri, i thot, të nxjerrim certifikata, i thot, të nxjerrim ato që duhen, i thot, të vesh ti, i thot, të futesh në ilë, bene, të nxjerrish letrat. Ti na duhen. Ajo, të tjera i tha djalit, e të tjera më tha mua në telefon, pasënë. Në atë moment, i thot djali, komuniko me filanin, i thot, me bashkëjetuesin. Më merë mua në telefona në moment, mua më thosh, do vi, po do bëjmë cilibrimin. Unë ta kam thënë me kohë që do bëjmë cilibrimin, i thash. Nuk po ta them sot, i thash, do ta bëjmë cilibrimin. Po prap, i thash, me ndohë mirë, i thash, vendos, i thash, se këtë vepri që bërë, i thash, ti sot po më merë mua pas 4 ditësh. 3 ditësh. Sot po më merë mua në telefon, i thash, pse s'ma hape telefonin këto ditë, jo se dëgjojnja, jo kisha ullur zilen, jo i strikimet e saj. Dhe më merë mua pas 4 ditësh, 3 ditësh, se ditë e 4 erdi. Edhe më thotë, jo do vi unë, ja do vi nesër, të nesme sërdi, erdit pas nesme, filluan komunikon përsta, erdit pas nesme. Pas nesme i them, ajde të vëmë për cilibrimi, ja prit sot, ja prit nesër, ja prit sot, ja prit nesër, nuk e di se çfarë shue kishte. Dhe që atë ditë, dhe më përpara, po që atë ditë fliste fshehura nga mua, edhe nga djali, jo vetëm nga mua, në telefon. Me kë? Si duket? Atë se di. Atë di vetëm ajo. Lere, prit. Flasun të një. Se jemi drejt fundit, po. Po, fshiste me telefon, dhe unë kajtë, nuk kam dhe më shumë, edhe pak. Edhe më thotë, me kë flenë telefon, i them, jo, flas me motrat, jo, po fol me motrat, i thash, po si flasë unë, i thash, nuk e parë mua, i thash në telefon, i thash, se si flasë, i thash, marrë telefon, unë me lëzilën tapë, i thash, një njeri që fshenë t'i i thash, t'i shka është këtu, i thash. Po. Edhe, s'më të rëpondë për sëri. Gjatë jasë një javë që erdi, ishim këtu në shtëpi. Në djali, jo në shtëpi në djali, ishim bashkë, edhe më thotë mua në 2 të natës, ikë në makinë, më thotë mua të shikoj në qikë për telefoni, thotë se kam lërë poshtë. E i ullë të zile dhe, për para u borit të palatë të qërim. A telefon faktikisht e kishte lartë në qandën e saj dhe i kishë ullë zilen. Unë pashin dalë që e pashtu. Vetëm poshtë, jo, kam këtu, tha. Kur më gjitha lartë, se gjeta në makinë, thashtë. Më thotë, pastaj, a do ikim me djali, thotë. Prapa aty më bëri një gjë shumë të rëndë, mori diçka aty, dua ta ashtu se janë në jetim, se i kam denoncuar këtu në Greqi. Qartë. Mori një diçka shumë të madhe. Unë isha për operacion për bypass në Athinë, në një spital privat. Dhe Ngela nuk vajta dot.
Të nesërmen, erdhi në shpinën e saj, i thash unë qa bëre qa more qa ashtu atje, i erdha këtu në shpinën e djali, më tha mua se dëgjon djali më tha mua. Ishte fli nga mua. Pusho. Jo, djali i fliste në qose bënte veprime të tilla. Tona, unë i kam marrë, nuk Po. Dhe edhe po rinim këtu, unë isha me djalin në dhomë këtu që po rinim, divane këtu, ajo një del në kuzhinë, mori çantën e që marri femrat në krah. Bëri sikur qau e siku. Jo, po bëri sikur qave, pe ti kuriku. Pse të çante? E doli për jashtë. Një të dalë në derë, edhe ku vajte, i fona në emër. To është tu? Ja, këtu jam, më thamë. Tu në borë, tha. Aj se të presë këtu, tha. Dhe unë në atë kohë, po dhe djali. Na iku në syrtë, se këtu është shtëpi private, është... Qartë. Ka pemë, ka ara, ka këshu, ka godina të vjetra, ka... Se nga na iku në syrtë, më marrë makinën, unë e marrë telefoni, bje zilës 10 herë. 10 e më shumë, ma abi njerë, ku je i thash unë? Ja këtu, afër shpisë jam, tha. Afër shpisë. Edhe po merte frymë thellë, do me thënë se po ikte me vrape, me këshu. Kjo tani donte të fshifte atë që kishë bërë me mua. E kuptova. Qa kishë marrë për së Qartë. Do me thëmë marrë për momentin e pranoj që kishë marrë, se bërë, se ashtu të është e kuptoj që merte gjera, merte... Pra, e kuptuam qartë, që zonja kishte probleme në vëndet e punës. Dhe iku dhe që në atë moment, me mua nuk pati më kontakt, a ishte që tha afër shpisë dhe më bëri blok në Messenger, më bëri blok në WhatsApp, më bëri blok në... Pra, ka ikur, ju lutem, të bëjmë pyetjen finale se mbaroj dhe pjesa e dytë, dhe pjesa e treti i takon specialisteve tona, zonjave, që kanë dëgjuar me vëmendje gjithë shka. Atere, ju lutem, ajo ka ikur se ka vjedhur, si që ka vjedhur dhe në vëndet e punës, si që ka marrë para djalit. Pra ndaj ka ikur, apo ajo aktualisht jeton me dikë dhe i duheshin këto para. Janë të dyja bashkë. Janë të dyja bashkë. E qartë dhe e kuptueshme. E qartë dhe kuptueshme. Shefja telefonatave, që me këpën dhe me kështu, kishte lidhje. Ma të specialistë të tjere dhe këtu. Qartë. A mund të bëj një pyetje? Po pra, ke kërcënimet. Kushe ka marrë, ose ka iku më dikë. Qartë. Ke kërcënimet do ndaloj, sepse, Anderson, ti ke sjell 2 audio, ku janë 2 burra që bisedojnë midis njëri tjetrit. Në një jeti, edhe kunati, edhe Baxhanaku. Po, edhe Baxhanaku. E japim regjia në këto momente një audio dhe me njerë pas audiove dalim në publicitetin e dytë se duhet të kthehemi në pjesën e tretë shumë shpejt pas publicitetit për dëgjuar edhe zërin e specialisteve. I ndjekim audiot. Vazhdo. E more vazhdo të thashe se të plasë kalë të apo jo, ata pëzën kokat e po i fusin brënda, jo t'i gjë një... Zëri jo tani, do të nesër të që zëri jo. Këtu të rësura, ta të rësë para, to që talë me mua ti. I thua e se sa kunata të përsi. Do të që neroj nesër, ore. Të nuk, vazhdo. I ka bën letra dhe për ty ore, se nuk pyet shumë unë, nuk më njëni ju e mua, nuk të rëzën jetë punatë se kush jam unë. Vazhdo, po të shaj unë e po të shumë, unë ka stile nuk po të shaj, po presi të më thuar. Ja u mirë, hajde provoj, sa të vrarë të tani. E më mirë, hajde se provoj, hajde këtu të janime. Po pëse s'jem janime, pëse s'jem. Po t'jem por këtë, do të zërë që jem e të që më kja thënë. Ora s'ka, nuk trombe më, para të Zotë, nuk trombe, para të Zotë, dhe mos i këzojnë fërbinit e të tëra. E më të reqikosh, nesër, prapë, edhe do dalim dhe në televizor krejt, do dalim, ja. Po, ja më provuam, që e qatë mëre, prapë do të provojnë. Mbas hapësirës së dytë publicitare, dua të falenderoj zotrin që ka bashkëtuar prej rreth 7 viteve me nënën e Andersonit, ka treguar të drejtën e tij, flasim për një problem shumë madhor familjar, nuk është vetëm çështja që Andersoni ka nevojë për nënën e tij, absolutisht po, por ti marrësh parat djalit i cili kërkon të bëjë dokumentat në shtetin grek, rreth 3.000 euro, por të mos ia kthyer më atij, që ai mos ketë mundësi të bëjë dokumentat për të marrë në mënyrë të padrejtë
drejt tek vendet e punës ku ka punuar, unë nuk e di se sa të vërteta janë këto gjëra, prandaj e ftoj zonjën, familjarët e saj, nëse po na ndjekin drejt për së drejti, le t'japin edhe ata versionin e tyre, do të ndihmoj regjia duke hequr strishën dhe temën e emisionit dhe duke vendosur një numër kontakti, qoftë në numrin që unë do ta them tashmë në ekran 069 20 37 000 ose deri në këto momente, duke qenë se jemi live, numrin e telefonit të regjisë të ketë të mundur që zonja dhe familjarët e saj nëse po na ndjekin nga Greqia, siç bën çdo emigrant në fakt në Korale, kontakton me redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur, zëri i tyre të dëgjohet deri në fund të emisionit. Zonja ka pasur probleme me vjedhjen dhe sekuestrimin, ndoshta të disa gjërave në vendin e punës ku ajo ka punuar, por njëkohësisht të dëgjohet nga bashkëtuesi dhe Pasha Andersonin që bëri dhe me shenjë rreth 5.000 euro, nëse jam e gabuar, ti ke të marrë këtij zotërisë dhe ti ke sa i ka marrë Anderson? 5.000 euro. Do me thënë 5.500. Do me thënë, unë e kam kuptuar qartë shenjën tënde, por dua ta falenderoj atë bashkëtues që është treguar korrekt me nënën tënde në këtë transmetim të paktën, nuk e di çfarë ka ndodhur. Jam shumë i mirë fal. Ky më mban tani. Ky më mban tani. Ja, shumë gjenatë. Ka shumë gabaj. E ka babai, më ka dalë krah, kupton. Jo, përveç teje, edhe unë e falenderoj se ka respektuar zonjën deri në fund, e la të nënkuptuar çfarë ka bërë ajo, nuk ka përmendur emrat e saj dhe emrat e familjarëve, për këtë gjë unë e falenderoj zotrin, por edhe në emrin tënd duhet ta falenderoj se ju jetoni bashkë, jeni bërë bashkëtuesi i nënës dhe ju jeni bërë bashkë. Zonja duhet të marrë guximin, të na telefonoj, t'japi versionin e saj, të hedhi poshtë çdo deklaratë tuajën, nëse nuk është e vërtetë, por do të jetë shumë e vështirë. Po, vetëm ju lutem shpejt, se nuk më kanë folur të ftuarit. Po, janë vetëm 2 motra. Ajo ka dhama, edhe këto që që kanë puru këtu, që është këtu bashkë me motrën e vet, këto 2 e kanë fajin. Ata i thonë shkoputur nga jale të bëk të më të Është e lidhja që fillojnë. Qartë. Anderson, unë të premtoj që një emër, s'ka nevojë të merr. Ajo Gabriel Gjirokatrës, Gabriel, ajo ka tëra faj që ndodhin këto probleme. Atëra. Si me papajnë tim të bashkëtuesin si me mua sot. Anderson, unë të premtoj që nëse nuk na del dita e sotme, sepse është pjesa e tretë dhe do flasë avokatja edhe psikologja, ne do shikojmë zhvillimet e kësaj ngjarjeje shumë të paprecedent në Janin të Greqisë dhe së bashku do bëjmë edhe të tjera emisione. Ta premtoj këtë gjë, kështu që unë i mbaj premtimet. Kam shumë besim te ju, më gjeni të drejtën, por këta patjetër. Se më vjen po të qartë tani se ku do them, se unë jam një njeri në vend të mbën nga familja ime, duhem të nga familja, edhe Anderson, t'ja jap pak fjalën në avokatës Sara Demrozi, e cila vjen nga shoqata e avokatëve. Ju lutem, ta prezantoj pak avokaten, që ta dëgjoni shumë mirë. Sara Demrozi vjen nga zyra e avokatëve antikorrupsion, detektive privat me zyrë avokatore edhe në Greqi, por edhe në vende të tjera të Europës deri në Amerikë. Prandaj ligjet që ajo do thotë, besoj se funksionojnë edhe në Greqi. Nëse do keni nevojë për avokat, duke qenë se bashkëtuesi nënës tha Anderson që unë kam avokatin tim dhe kam filluar hetimet, ju dëgjoj përpara se t'ju jap fjalën Sarës. Po zotëri të dëgjoj. Po. Më falni, për djali ka pas probleme që kur është këputur nëna nga djali në Sarandë, djali ka pas probleme psikologjika. Duke, është e qartë. Tratoj edhe me kemp. Edhe shikoni dhe juve. Po, është e qartë se e ka kuptuar në prezantim. Do të gjëra tash nga trauma që ka kaluar, po nga ema, jo nga babai. Absolutisht është e drejtë dhe është identifikuar edhe nga ne ky problem, prandaj kam psikologën e cila ka mbajt shënimet e nevojshme. Të jap fjalën Sarës. Sara, atëherë, thash edhe një herë, prezantimi u bë plot në momentin që ti do merrje fjalën, sepse shumë çështje në Greqi, unë e di që avokati zoti Ndue Pietra, themeluesi i zyrës tuaj, por dhe gjykatës së arbitrazhit edhe shumë shoqatave të cilat kanë të bëjnë me çështje ligjore, kanë mbrojtur shumë çështje edhe në Greqi. Për këtë jam e sigurt sepse kam shumë vite mbi 2 dekada që bashkëpunoj me avokatin. Atëherë, kush është këshilla jote për sa i përket atyre çështjeve ligjore që ti ke dëgjuar sot? Të ikësh nga bashkëtesa,
në një farë mënyrë të braktisësh djalin, ti marrësh para jo vetëm djalit, por edhe bashkëtuesit dhe në vendet e punës ku ka punuar, ka marrë edhe më sa duket ka përvetësuar sende. Tani historia që ka rrëfyer dhe djali dhe bashkëtuesi është goxha e rëndë psikologjikisht për personat që e kanë përjetuar. Ky person është një person që është egoist, që nuk ka prioritet të tjerët, po ka prioritet vetëm në vetë, si në rolin e nënës, si në rolin e gruas, si në rolin e bashkëtuesës. Një narciste. Pa tjetër, absolutisht. Pastaj psikologja do ta cilësoj më mirë, po me sa dëgjova, këto janë gjëra që një nën normale ose një person normal me pak moral nuk e bën. Pavarësisht faktit që ka braktisur djalin e vet, pavarësisht faktit që ka braktisur bashkëshortin e parë dhe tani edhe bashkëtuesin, ka bërë edhe një gjest tjetër shumë të rëndë, ka përvetësuar, ka vjedhur disa para, një shumë kesh, ka vjedhur edhe në përvendet e punës dhe kjo është diçka shumë e rëndë. Qëllimi i kësaj personi, i kësaj nëne, ka qenë të sipas mendimit tim, ka qenë të fitonte nënshtetësinë greke me martesën me bashkëtuesin, por në momentin kur ai i ka sugjeruar që të përfundonte ligjërisht të gjithë procedurat ligjore të nevojshme për të bërë një martesë të ligjshme në shtetin grek, kjo ka filluar të shmangej dhe ka filluar të gjente dikë tjetër që të arrinte qëllimin e saj, sepse ky ka qenë qëllimi kryesor, nuk ka qenë qëllimi as të mirëmbante djalin e saj, as të mirëmbante veten familjen e saj ekonomikisht dhe as të krijonte një jetë të re me këtë bashkëtues. Qëllimi i saj ka qenë që në momentin që ka braktisur djalin e vet për në thonjza një jetë më të mirë, ka qenë të fitonte lirinë e vet, edhe të vazhdonte lirinë e vet, edhe të vazhdonte jetën e vet pa ja ditur për askënd. Hetimet me sa duket kanë filluar në shtetin grek, bashkëtuesi ka denoncuar vjedhjen e parave dhe largimin nga bashkëtesa, nga banesa e përbashkët në mënyrë të paprecedent, paktën si rrëfehet zotëria, se nuk kemi dëgjuar versionin e zonjës, nuk e di, domethënë, nëse kjo zonjë do telefonojë apo familjarët e saj do telefonojnë, çfarë do thonë në lidhje me gjithë këtë situatë. Megjithatë, ne kuptuam nga audio që u dha në fundin e pjesës së dytë që të paktën rrëfimi personal nga këmbvështrimi i bashkëtuesit, i njerëkut të djalit dhe vetë djalit, me sa duket ishte një rrëfimi i fortë dhe shumë pranë të vërtetës, se nuk e dim në qoftë se është 100% e vërtetë. Si mund të justifikohet kjo zonjë? Hapat ligjor që ka marrë bashkëtuesi janë të rregullta? Se procedurat janë të njëjta, si në Shqipëri dhe në Greqi. Janë të ngjashme. Përsa po kuptoj, ka vazhduar hetimet policia dhe do të shohim se si do vazhdojnë këto hetimet dhe do të shohim se ku ndodhet aktualisht zonja, në radhë të parë, përderisa është larguar nga banesa. Nuk e di a kanë bërë celebrim apo jo herën e dytë, të kam kuptuar vetëm që janë bashkëtues. Jo, nuk është bërë celebrime. Po, gjithsesi edhe bashkëjetesa i ka humbur qëllimet e saj. Sepse zotëria ka bërë qartë, në qoftë se ne do bëjmë celebrimin, ky celebrim do shkojë deri në fund, sepse në qoftë se do më kërkosh divorcin, unë nuk e pranoj dot një divorc tjetër. Është saktë, është e drejta e tij që vazhdojmë në bashkëtesë. Është e drejta e tij, Pastaj zonja për të rikthyer në shtëpi kur është larguar 4 ditë, ka thënë zotërisë që dëgjoj se je ti ai që edhe kjo është një pikë pyetje shumë e madhe. U ka larguar 4 ditë. Pse është larguar 4 ditë? Me pretendimin që është në punë. Por kur është rikthyer i ka thënë që do ta bëjmë sot, do ta bëjmë nesër, pra është zonja që ka zvarritur. Me sa kuptoj, zotëria thotë që mua më ka shfrytzuar për çështje dokumentash. Por që të marrësh dhe të përvetësosh para në mënyrë të parregullt 5500 euro që i kishte ndarë më një anë për çështje shëndetësore apo djalit 3000 euro për çështje dokumentash, kjo është pastaj e paprecedent. Ne thash kemi të bëjmë me një person egoist. Kemi të bëjmë me një person egoist në qoftë se të gjitha ato që kanë treguar janë të vërteta. Çfarë rrezikon zonja sipas ligjit? Zonja rrezikon normalisht të dënohet penalisht sepse vjedhja është krim. Jo, varet deri diku, po do ta shikojnë situatën policia dhe organet kompetente greke. Gjithsesi unë shpresoj që të gjendet zonja, shpresoj që të arrihet të merret shumë e parave mbrapsht. Mendon se hetimi që ka filluar mundet që policia ta ketë shpallur në kërkim zonjën? Ketë vënë dieni për këtë gjë? Nuk e di. Nuk e di, sinqerisht, sepse nuk e di se si kur ka ndodhur e para dhe cilat ka qenë hapat pastaj të zotërisë, por teorikisht duke folur edhe mund të ndodhi. Tani,
është edhe një diçka tjetër që djali po kërkonte nënën e vet për një lidhje emocionale kundrejt saj. Dhe është mëse normale. Është mëse normale. Fatkeqësisht në moshën e tij nuk është më ligjore, të kishte qenë i mitur, do të kishte pas drejtën e vet. Jo ligjërisht të kërkoj nënën time. Jo, po edhe ta kërkoj ligjërisht nënën e tij për të në momentin që është i lmitur, kjo për të kthyer edhe parat 3.000 euro, besoj se është e drejtë e djalit. Tani një nën që arrin të vjedhë parat. Jo, djalit paktën nuk ja ka marrë. Ja ka marrë me një lloj pretendimi, me një lloj justifikimi. Vjedhje në mënyrë të padrejtë ka bërë ndaj bashkëtuesit, qofse ka ndodhur kjo, edhe tek personat me cilët ka punuar. Po. Që ti jemi transparent këtu, në gjithë shka me zonjën mos ta rëndojmë edhe më shumë se ç'duhet. Djalit unë ja ka kërkuar në një zonjën, por ne jemi duke dëgjuar një histori që është vërtet tronditëse në një anë, që është vërtet jashtë normave, si ligjore, si morale, dhe një zonjë që është e papërgjegjshme në veprimet e saj dhe që është absolutisht egoiste dhe prandaj unë dua që një grua që lë bashkëshortin, por lë dhe djalin minoren siç tha bashkëtuesi, 10 vjeç. Besoj se bashkëtuesi e tha qartë që unë e kam pyetur zonjën që pse djalin nuk e ke marrë me vete, ose pse nuk kontakton, se t'jetosh 6-7 vjet me një njerëz siç ka ndonjur me zotrin dhe t'jetë ai stimulues ndaj fëmisë, apo edhe ndaj bashortit, apo edhe ndaj celebrimit, mu më duket e pa precedent pse kjo zonjë kishte nevojë për zotrin dhe për bashkëtuesin, kur pas ka pasur të tjera synime në jetën e saj. Madje cila ka qenë përgjigja, se nuk e tha zotria. Atëherë, doja të lidhesha me zotrin përpara se të kaloj fjalën edhe tek Eksena. Zotri, kur ti e pyesje, edhe një herë përshëndetje, kur ti e pyesje që pse se ke marrë djalin me vete, çfarë të ka thënë? Kush ishte përgjigja? Donte të ishte lidh. Ta ka thënë donte të ishte lirë. Të ka thënë djalin e do merrem me djalin, unë do merrem atë, po prioriteti kur jemi beqarë, kur ishim beqarë, jo kur jemi beqarë, themi të martohemi, krijo familje, kur krijo familje themi punoj për fëmijët. Qartë. Të ka thënë pa kënaqësi për babain e Andersonit? Domethënë me bashortin kush ishin pa kënaqësi? Shumë. Çfarë? Dhe gjërat të patë qenë, se unë babain e Andersonit, rastësia më ka bërë, do me thëmë një pushurir i parë i Andersonit, ka marrë pushurin e parë time nga fshatit tim. Pra ti i takuar diku, rastësisht, me babajnë? Po, jam takuar me babajnë. Çfarë përshtypje ju ka lënë babaj Andersonit? Shumë njeri mirë dhe të tërë ato që ka treguar ajo nuk kanë qenë të vërteta. Kjo donte dhe mua më thoshte, do martohemi bashkë, më thosh shpejt në fillim, po unë dua të jem e lirë nga të vete, nga të ashtu të mos të pyes ty. Nuk është se unë do ta mbajem me zinxhir të lidhur, po gruaja, edhe burri, i thot gruas, jam në filan vend, jam atje, jo të mos e di bashorti se ku do vesh. Qartë. Mirë, shumë e qartë situata. Edhe këto gjëra, po babai i këtij djalit, jo se unë s'kam gjë, unë mund të flisja shumë mirë për bashkëtuesen time, s'mund të flisja për baban e djalit, po babai i djalit jo unë, po dhe opinione po të vinë aty, do të thonë se çfarë prindi është. Dhe një burr që pi, i kam thënë dhe këtë, një burr që pi i thash, nuk është gruaja që ka. Jo në të gjitha rastet. Mirë, Anderson, si janë marrëdhëniet e tua me babain? Jo në të gjitha rastet. Jo në të gjitha rastet. Anderson, si është marrëdhënia me babin? Me mamën time? Me babin. Ti. Me babin nuk, të them të vërtetë, nuk kam forvajta nga një muaj, maksimumi një farkohë, 2 muaj pa folur, edhe dje rastësisht kisha internetin mbyllur e më bëri një zile dhe unë si kisha dëgjuar dhe mora në telefon edhe po na si shkon edhe më pret papa që pasoi. A është në dieni ai të ngjarjeve të fundit? Çfarë ka ndodhur? Çfarë më fal? A është në dieni për ngjarjet e fundit çfarë ka ndodhur me ty me bashkët? Ka qenë në dieni, po gjëra të tjera, po këto të fundit fare të fundit fare çka ka thonë ai nuk është në dieni. Edhe mund ta kesh parë, mund ta ketë parë, nuk e di. Jo, e ke pyetur ndonjëherë babain tënd që këtë vesin e vjedhjes, nëse e ka pasur dhe më parë, jo? Nuk e ke pyetur. Ajo po vetëm për ato që kishte dinte pak a shumë se kështu të them të vërtetën, se unë jam një tip që më të vogëlisht ku kam qenë i vogël. Po. E kishte pak atë dorën.
E ka pasur. Edhe që ka qenë në Shqipëri. Prandaj të pyeta kush janë kujtimet e tua të fëmirisë, por gjithsesi le t'ja kaloj fjalën. Më kujtime më të mirat e figurisë time janë kujtimet e mira të mamas time që thoshte ku të rritet vrej babai ti që babai në polici. Edhe babai time ka marrë leje udhën mbrojtje. Se ka marrë leje udhën mbrojtje nga babai im. Çi ka për babai im? U vati në gjykatë aty që nda nga babai im, i tha gjykatja të ka kërcënuar, të ka sharë, të ka marrë peng, nuk të ka dhënë lekë, të ka nën pa buk, jo, i ka thënë gjykatja, po atëherë ku qëllimi ti e lë? Po ja, Nuk ka marrë mbrojtje. po ja, jo është tek po anteja. Edhe udhën mbrojtje ore, nxjerrë. Ka marrë mbrojtje me ligjore, more. Ka vajtur në polici thua, Ka vajtur në polici, por nuk e mori. E burr Flori, burr Xhet, burr. E njoj Gjirokastra e. kuptoj. E njoj Saranda e Tepelena, njoj se kush është. S'ka marrë. Fshati mamas time nga çfarë Gjirokastrën ka respekt në maksimum për babai tim. Jo se është babai im, pe njoj se kush është. Okej, të ja pak fjalën edhe psikologës tonë Eksena Qerici. Më fal një të fundit apo të kontaktojmë prapë. Ja, më thuaj. Unë dhe djali duam një mbrojtje ligjore, në qoftë se do ndodhë gjë, dihet që do ta merren kashinesh, domethënë që për këtë emision duke pa. A ke vajtur në polici zotri për të kërkuar se policia ta jep? Këtu po dhe në Shqipëria. Edhe në Shqipëri. Okej. Ja, ta dëgjojmë pak Sarën? Po. Të kemi mbrojtje ligjore, nuk thash do një jashtëligjshme se i di gjërat. Qartë. Patjetër. E di vetë se s'flas, jam i përgjegjshëm për ato i them. Po, Sara, mundet që paralelisht me Greqinë të vinë edhe në Shqipëri dhe të kërkojnë urdhër mbrojtje në qytetet përkatëse? Po, patjetër mund ta bëjnë, mund t'i bëjnë edhe kërkuar avokatit. Ja, një minutë ju lutem. Ngrije pak zërin në Sara, të lutem. Patjetër mund ta bëjnë këtë gjë, nëse e cilësojnë të nevojshme. Gjëja e mirë është që ne kemi edhe avokat në Greqi, në Athinë, me të cilët bashkëpunojmë, kështu që në qoftë se duajnë një mbrojtje dhe në Shqipëri dhe në Greqi, mund të bëhet edhe mund të bashkëpunimi. Atëherë, zotri më dëgjuat, Sara Demrozi avokatja, tha në qoftë se do t'ju kërkohet, do t'ju kërkohet ndihmë e nevojshme, mund të kontaktoni me këto avokat, të cilët kanë zyra avokatore dhe në Greqi, të merrni mbrojtje dhe atje dhe në Shqipëri. Është një bashkëpunim i dyanshëm, Shqipëri-Greqi. Prandaj e prezantova siç duhet Sarën, sepse mund të keni nevojë edhe për ndihmën e saj, edhe për zyrën avokatore që ajo përfaqëson. E dëgjojmë psikologin Eksena Qerici. Eksen. Sigurisht situata është e vështirë dhe në shumë nga këto karakteristikat që u përmendën në këtë situatë dhe në këtë personalitet, sigurisht që ka shumë gjëra që do të interpretohen keq. E rëndësishme është që të bëjmë një lloj profilizimi të zonjës për të kuptuar ndoshta edhe djali, por edhe partneri që me një logjik tepër pozitive dhe edhe të shëndetshme për djalin, sigurisht e prezantoj situatën. Pra kemi të bëjmë me një individ i cili gënjen, vjedh, nuk ka empati. Ka element narcizmi apo mund të jetë vetë narciste? Nuk do doja që të dilja në këtë përfundim, sigurisht sepse... Po ka dyshime për këtë gjë apo jo? Duke analizuar shumë nga elementet që ndolën në parë për shkak të përshkrimit që i bën të dy, qoftë djali, por qoftë dhe partneri, pa fakti që gënjen, fakti që vjedh, nuk ka empati. Pra të thotë që nuk ka mundësi të ndjej në ato lloj mënyre sa të kuptoj çfarë është një djalë dhe çfarë është një partner. I mungon koncepti i përgjegjshmërisë. Pra zotëria theksoi në një moment që momentin që i bëri presion për të hyrë në konceptin familje, ajo u largua në të njëjtën mënyrë siç është larguar në po themi në marrëdhënien e parë, në martesën e parë. Do të thotë që ajo ka një lloj vështirësie në marrjen e përgjegjshmërisë që e kërkon qoftë martesa, por qoftë dhe prindërimi, dhe për më tepër krijon ose ndryshon realitetin në bazë të gënjeshtrës së saj. Pra zotëria tha që edhe për partnerin e parë ka krijuar situata të cilat janë të paqëna në mënyrë që zotëria të bindej që ajo ishte një grua e vuajtur dhe pikërisht divorcin e parë e kishte bërë për shkak të partnerit që kishte patur. Jo, propozimi zonjës ishte që mund të bashkëtojmë të dy pa bërë edhe divorcin me zotrin. Nuk e di ku ka qenë interesi i saj, por të kishte dy marrëdhënie paralele ose siç quhet ndryshe bigami, e cila edhe në Shqipëri, por edhe në të gjitha vendet është e dënueshme. Patjetër, por e rëndësishme është të shohim nëse kjo zonjë si funksionon. Pra sepse si rezultati i funksionimit jo të mirë të saj,
djali ka disa pasoja psikologjike, por edhe partneri i ri, por edhe partneri i Dhe janë të mëparshëm. dukshme ke Andersoni, kjo më vjen keq. Dhe ajo Nuk çfarë është ka të fsheta, janë të dukshme. Ajo çfarë është më e vështirë, ndodh që përgjithsisht personat me këto karakteristika sigurisht mund të shfrytëzohen dhe del në parë që familja, qoftë motrat apo kushdo, me atë lloj intensiteti i nati që fliste djali, pra tregojnë që familja nuk e ka orientuar, që zonja të marrë dhe ndoshta edhe një trajtim në funksionimin e saj, por e kanë mbështetur, pra të gjitha këto karakteristika negative, e kanë mbështetur që ajo të vazhdoj keq funksionimin e saj dhe ta shfrytëzojnë. E shfrytëzuar ajo nga familjarët e saj, sepse ne nuk e dim historinë e saj, nuk e dim se si e tregon ajo historinë, por tregon pra që ajo është një individ i cili është orientuar dhe manipuluar dhe përdorur ndër vite sipas kësaj specifike që ka ajo në funksionimin e saj. Të lutem, Eksena, në qoftë se telefonon zonja dhe në qoftë se ne do bijem në kontakt me zonjën, sa probabilitet ka që historia të kthehet 360 gradë? Me aq sa ti dëgjove nga të dyja palët, se nuk mund të bëhet edhe burri i nënës, pra edhe partneri i nënës, edhe djali bashkë, për gjëra kaq, sepse ato edhe vjedhjen e nënës e tha në mënyrë të nënkuptuar, duke ruajtur imazhin e saj, emrin e saj. Zotria, po edhe djali. Të gjithë eksperiencën e tij e tregoi në mënyrë pozitive dhe tregonte që kishte një sens empatie, pra kishte dhëmshuri, pra duke qenë prind vet, kishte dhëmshuri dhe për këtë djalë dhe e di traumën e tij dhe pavarësisht pra tregon një element shumë të rëndësishëm njerëzor, pra empatim, pra të ndjesh ato çfarë ndjen ai djalë, ai zotëri e ka përjetuar dhe pikërisht për shkak të këtij emocioni që ai ndjen, ka krijuar edhe këtë lloj lidhje me djalin. Çfarëdo që ka bërë nëna Andersonit, ai po jeton me Andersonin. Po e mbështet Andersonin. Pra ai ka qëllimet e qarta zotëria duke e falenderuar se është treguar është njerëzor, është prind, është baba, pra ato të karakteristika që ne i kërkojmë te kjo nën, pra që duke që nuk ekzistojnë dhe nuk janë, ose keq funksionojnë, ky zotëri i ka shumë të qarta dhe e ka përdorur të gjithë eksperiencën e tij të mëparshme për të mos në të tilla raste na kap ai emocioni i një mlefi, një urrëtieje dhe na ersohet e gjithë pamja, ndërkohë që zotëria nuk po e bën kurrë këtë gjë. Mund të jetë në inatësi, por i zemëruar, dëgjuam edhe komunikimet me Baxhanakun, por ruan një lloj etike për cilën duhet falenderuar, por edhe mbështetja që jep Andersonit. Ai në gjithë historinë tha, unë dua të kem një komunikim, të më kthej parat kjo zonja, do ta mbështes Andersonin, por ai që ka më tepër nevojë për atë grua është ky djalë, i cili ka probleme dhe ju lutem ndihmoni për shkak të këtyre problemeve. Është vërtet. Pra vazhdon akoma empatia, nuk mendon për veten e tij, ndryshe nga nëna Andersonit, por mendon për më larg, mendon një zotëri që kërkon ndërhyrje në zemër. Janë marrë ato para, se është edhe shumtuar mënyra se si janë marrë, ose si është larguar zonja. Dhe të mendoj për një djalë 25 vjeç, një duar trokitje shumë të madhe. Është një sjellje që djali e përmendi, pra e ka patur nëna herët, por ai përmendi dhe një element shumë të rëndësishëm që babai i urtë dhe nëna e ngrinte zërin, pra kishte kjo ngritja e zërit të nënës, pra krijimi i situatave konfliktuale, pra ka treguar që atëherë, pra që nëna ka patur një lloj vështirësie për të qëndruar në një martesë, sepse duket, pra nga një lidhje në tjetër, nëna ka vështirësi për të qëndruar në një martesë. Ke njohur gra dhe vajza të tilla të cilat kanë vështirë të qëndrojnë në bashkëtesë dhe në martesë, të cilat kërkojnë liri dhe si e shikon ti këtë gjë? Duhet të martohen? Nuk do e kufizoja vetëm tek gjinia, por tek natyra njerëzore. Por ke gratë është pak është më e rrallë. Më e rrallë. Sepse sigurisht edhe emigrimi është më i rrallë te gratë. Është e vërtetë sepse presioni ynë kulturor dhe moral ka qenë kaq i fortë sa grua nuk e ka lejuar të marrë të tilla iniciativa. Sigurisht që profilet e këtyre njerëzve janë të qarta për ne, ka patur tashmë në Shqipëri për shumë arsye, për shkak të emigracionit kanë dalë në pa këto karakteristika dhe këto personalitete dhe e rëndësishme është që të mos krijojmë pra ato emocione, ato ngarkesat negative, pra të mos i përshkruajmë sepse është e rëndësishme që edhe për djalin të mbrojmë edhe figurën e nënës që ai kërkon, pra ai kërkon figurën e një nëne. Dhe
është e lehtë me këto sjellje ta përshkruash negativisht këtë nën. Por e rëndësishme ai të kuptojë se si funksionon nëna e tij dhe këtë emocionin që ndoshta ai kërkon, kjo nënë e ka të vështirë sepse e ka edhe me veten e saj ndoshta të pamundur për ta gjetur. Megjithatë Andersonit i duhet një mbështetje e madhe emocionale, psikologjike. Unë e di që këto shërbime ofrohen edhe online. Kështu që Andersoni po të dojë le të kontaktoj edhe një psikologe në Greqi do të ishte. Qoftë në Greqi për shkak të gjuhës, qoftë edhe në Shqipëri, se mund ta ketë edhe më të lehtë dhe mund të bëj konsultat e tij online. Kështu që i ofrohet kjo Andersonit, mjafton ta kërkoj edhe gjithçka i afrohet. Ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio. Përpara se të përshëndes zotrin edhe Andersonin, një fjalë ndoshta përcjellse për nënën e Andersonit, çfarë do t'i thonit zonjës në qoftë se po na ndiqte në këto momente? Ta mbyllim bashkë. Përshëndetje prap. Po? Unë do t'i thosha mos e lër djalin më në këtë gjendje, pavarësisht se unë i kam qëndruar afër dhe do t'i qëndroj në çdo kohë, derisa të kem jetën time, do ta kem si djalin tim. Faleminderit. Ja kam thënë këtë gjë dhe më përpara, që djalin tënd do ta kem djalin tim. Do ta ndihmoj në çdo drejtim, pavarësisht se është i rritur, po ka probleme. Ajo e ka di dhe vetë që ka probleme djali, ato si shtat që pari që i djova. Faleminderit shumë. Dhe i them të më kthej të tëra anën financiare time dhe djalit, se djali është në gjendje shumë, si shto djali, se djali e di, se dhe djali çeura ja mori, kishte në dollap tha dhe kur dola nga ajo tha kur shikojmë kur kishikur tha ato, t'ja kthej djalit dhe lekët. Dhe të shikoj djalin e saj se një prind pa fëmijë, të ketë fëmijë gjallë, edhe domethënë të bëj këto gjëra, nuk quhet prind në radhë parë. Për mendimin tim. Të falenderoj shumë edhe në emër të Andersonit, një zotri burr fisnik në gjithçka që ke artikuluar sot. Anderson, ndoshta me një fjalë vetëve, çfarë do t'i thoje mamit? Unë vetëm dy gjëra të shkurtë them. Po. Po si kur të pjesë të mamaja ime të motën e vetë, ti po është lere burin, ose lere këtë, ose lere djarin, do t'a bëni? Jo, nuk do t'a bëni. Ka një tabia që të gjonë motra, për nëjse, të eshtë dorë nga kjo. E para dyta, ti them që ishtë dorë nga këto budella dhëqës, jeto ashtu si ta ka krua Perëndia Zot një jetën, që kemi ardhur këtë botë, ta jetojmë ashtu në të kesha për të mirë si është jetë e vërtet. Se kur do ikim, nuk do marim gjë. As shtëpi, as i gjë. Do vdesim edhe nuk të shojmë gjë. Anderson, faleminderit shumë që të kisha ditën e sotme, të kam premtuar që nëse rasti jote dhe i zotris do kesh zhvillime të reja, jeni të lutur të kontaktoni me njëherë dhe ta bëjmë publike. Në qoftë se zonja do të na kontaktoj apo familjarët e saj, do t'ju lajmëroj me njëherë për zhvilluar një ballafaqim. Faleminderit edhe një herë që ju kisha në publike në transmetimin e sotëm. Falenderoj dhe gjithë ata që na kanë ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24, si televizioni më i madh informativ në vend. Bashkë ndajemi këtu për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.